Jemi shumë pak përpara prime-it sotëm, janë prime shumë decizive këto, sepse po shkojmë drejt fundit, pra drejt finales 19 prillit. Çfarë pritet pak a shumë të ndodhë sot në prime? E para njerë, presim që të dalë njëri nga antarët e Big Brotherit, sepse është një nominim në grup, është një nominim ku është e gjithë shtëpia nominim, dhe me shumë mundësi do dalë Kelly, sepse Kelly ka hyrë dhe çik më vonë, dhe nuk është se ka patur një dinamik kush e di se çfarë, apo ndonjë lojë kush e di se çfarë, dhe mendoj që Kelly do jetë. Kurse pjesa tjetër, kam një mendim që sot, domethënë dy rrugë janë, ose sot do shpallet një ose dy finalist, ose pastaj finalistët do ngelen për të shpall natën e gjysmë finales, pra që dalin 8-4 ose 8-5 finalistët për një herësh, pra që të mos ketë shitje surprizash rrugës. Kështu që unë besoj që do jetë një natë interesante sot, ndoshta mund të jetë dhe shumë e gjatë, por ajo që unë shpresoj është që të vjen ca pika mbi i për shumë situata aty, edhe nga banorët, por edhe nga publiku dhe opinionistët. Shohim.